Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani një lugë gjizë çdo ditë në mëngjes dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve. Gjiza është një nga produktet më të shëndetshme. Përveç se i bën mirë kockave, i bën ato të forta, ju sjell edhe një sër përfitimesh për trupin nëse e konsumoni çdo ditë. Ajo do të përshpejtojë metabolizmin. Vitamina B, të cilat mund të gjenden te gjiza në sasi të mëdha, normalizojnë metabolizmin. Vitamina B12 rrit efektivitetin e trurit dhe ndihmon trupin të tresë më mirë hekurin. Riboflavina shndron karbohidrate në energji dhe acid pantotenik përmirëson metabolizmin e proteinave, yndyrnave, karbohidrateve dhe aminoacideve në trup. Gjithashtu, muskujt tuaj do të marrin një formë më të mirë. Gjiza përmban një proteinë të quajtur kaezin, që tretet ngadalë dhe gjithashtu ndikon edhe në rritjen e masës më të mirë muskulare. Kjo është një arsye pse shumë atlet hanë gjizë përpara se të flenë. Aminoacidet futen në gjak dhe në muskujt marrin një sasi të shëndetshme të lëndëve ushqyese prej tij. Përveç kësaj, gjiza mund t'ju bëjë të ndjeni më të ngopur dhe më energji më të mirë për një kohë më të gjatë, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Do të humbisni më lehtë në peshë. Një studim i vitit 2015 i publikuar në Healthline ka cituar se gjiza ju ndihmon të humbisni në peshë, edhe nëse nuk bëni rregullisht stërvitje të forta. Pra, nëse ëndërroni të humbisni në peshë, nuk keni kohë të mjaftueshme për palestër, thjesht shtoni gjizën vazhdimisht në dietën tuaj, për të sjellë kështu edhe rezultatet më të mira ushqyese. Shëndeti riprodhues i femrave do të përmirësohet ndjeshëm. Produktet e qumshtit, veçanërisht ato të gjizës, janë të pasur me proteinë, kalcium dhe vitaminën D. Të hash gjizë rregullisht është të shkëlqyer për shëndetin e femrave dhe ndihmon në stabilizimin e menstruacioneve dhe mban në balancë hormonale. Ngrënia e djathit të gjizës rregullisht gjithashtu ndihmon në zvogëlimin e rrezikut të prekjes nga problemet e gjirit. Kockat tuaja do të jenë më të forta. Gjiza përmban 28% të sasive të rekomanduara të ditore të kalciumit. Ajo gjithashtu mund të ketë ndikime pozitive edhe në metabolizëm, në trashësinë e indeve të kockave. Ju mund të merrni efekte maksimale të kalciumit nëse filloni të hani produkte të qumshtit që fëmijë. Ngrënia e ushqimeve të pasur me kalcium gjatë shtatzanisë zvogëlon edhe rrezikun të zhvillimit të osteoporozës dhe stabilizon edhe sistemin tuaj nervor. Nivelet e sheqerit në gjak do të jenë më të qëndrueshme. Gjiza përmban gjithashtu dhe magnez që i mban nivelet normale të sheqerit në gjak. Është shumë e dobishme edhe për njerëzit që kanë diabetin e tipit 2, sepse ndihmon trupin të luftojë dhe të minimizojë ndikimin e tij. Sistemi juaj kardiovaskular do të përmirësohet ndjeshëm. Përveç se normalizon nivelet e sheqerit në gjak, magnezi në gjizë ka ndikim pozitiv në sistemin kardiovaskular. Mban në kontroll gjithashtu presionin arterial dhe ndihmon në parandalimin e shfaqjes së problemeve të mpikses së gjakut. Rrezik më i ulët i goditjeve në trup. Përveç ushqyerjes, gjiza përmban edhe kalium, një element që mbështet ekuilibrat e ujit në trup, zvogëlon ankthin dhe merr pjesë në përhapjen e impulseve nervore. Ngrënia e rregullt e kaliumit ul presionin arterial, si dhe rezultatet do të jenë më të lehta edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj të trurit. Gjiza është një element ushqyes shumë i rëndësishëm i dietave tuaja. Duke e përfshirë çdo ditë në dietën tuaj, mund të keni gjithashtu edhe një sër element shmbrojtës për trupin dhe shëndetin. Gjithashtu, gjiza është një nga produktet ushqyese që duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. Metabolizmi juaj do të përshpejtohet me përdorimin e saj. Vitamina B, e cila gjendet në sasi të mëdha të gjiza, normalizon metabolizmin. Vitamina B12 rrit efektivitetin e trurit dhe ndihmon trupin të tresë më mirë hekurin. Riboflavin kthehet në element në energji dhe acid pantotenik që përmirëson metabolizimin e proteinave, yndyrnave, karbohidrateve dhe aminoacideve në trupin tuaj. Gjithashtu, elementët ushqyes të saj mund të jenë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për trupin dhe shëndetin tuaj. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e gjizës në mënyrë të moderuar çdo ditë. A e dini se ngrënia e gjizës përmirëson metabolizmin?
Gjithashtu edhe stabilizon edhe luhatjen e niveleve të sheqerit në gjak. Është e rëndësishme që gjiza të kontrollohet vazhdimisht të mos jetë tepër e kriposur, kështu do të merrni përfitimet e saj unike. Gjiza është e ngjashme gjithashtu edhe me përfitimet e djathit, por do të ofrojë edhe dyfishin e llojeve të vlerave të tij. Të gjitha llojet e gjizrave bëhen nga djathi dhe janë të shëndetshme, pa marrë parasysh sasinë e yndyrnave, dhe djathi i qumshtit të dhiz duhet të jetë më i shijshëm, gjithashtu edhe më i vlefshëm, citon Brightside. Metabolizmi juaj do të përshpejtohet, muskujt tuaj do të marrin formë më të mirë, do të jetë më e lehtë për të humbur në peshë dhe shëndeti riprodhues i femrave do të përmirësohet. Kockat tuaja do të jenë vazhdimisht më të forta. Nivelet e sheqerit në gjak do të jenë më të qëndrueshme. Gjithashtu, por çfarë ndodh me trupin tuaj nëse e konsumoni çdo ditë? Sistemi juaj kardiovaskular do të jetë më i shëndetshëm. Rreziku për të pasur një goditje në tru do të ulet ndjeshëm. Ndaj, edhe përfshirja e saj në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje mjaft e mirë cilësore për ushqyerjen tuaj në nivele optimale. Gjiza pa krip është një nga produktet më të mira, e përdorur si një nga recetat më të mira natyrale që mbron shëndetin e mëlçisë dhe promovon mirëfunksionin e saj. Krahas shijes së saj të mirë dhe të butë, gjiza pa krip rekomandohet të konsumohet për personat që kanë probleme me mëlçinë, ndërsa ndihmon në pastrimin e saj nga helmet dhe toksinat. Falëpërmbajtjes së saj, gjiza ndihmon në përmirësimin e shëndetit të mëlçisë tek personat që kanë kaluar probleme të ndryshme. Por krahas shëndetit të mëlçisë, gjiza pa krip ndihmon edhe në shëndetin më të mirë të organizmit, ku sipas Brightside do të rendisim në këtë video disa nga vlerat kryesore të saj nëse e konsumoni me moderi në dietën tuaj. Gjiza është e pasur me proteinë, gjithashtu me kalcium, ushqyes të tjerë të shëndetshëm. Është një burim i mirë i njerëzve që tregojnë kujdes për shëndetin, atyre që vrapojnë, notojnë ose ngrenë edhe pesha tepër të rënda. Kjo përfitim vjen gjithashtu edhe në mënyrë se si kaezina do të ndikojë në shëndetin tuaj. Përdorimet e gjizës në dietën tuaj do të jenë të larmishme në rritjen e vlerave të trupit. Gjiza do ju ndihmojë ndjeshëm për të rënë nga kilet e tepërta të trupit dhe do të sjellë gjithashtu rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Gjiza është një ushqim i preferuar. Rrjedhimisht gjiza mund të ngopë më shpejt. Ajo përmban kalcium që i bën shumë më mirë kockave dhe ndihmon për të rënë nga pesha. Gjiza të ngop dhe nuk të rëndon. Proteina kaezin, e cila përmend më lart, ndihmon në shuajtjen e kapriçove të urisë. Gjiza rekomandohet të konsumohet edhe në mbrëmje ose gjatë natës kur uria ju godet papritur. Ajo është e lehtë dhe nuk rëndon stomakun. Për më tepër, proteinat shoqërohen në aminoacidet që e mbajnë në trupin të ushqyer dhe të mbrojtur. Gjiza është një burim shumë i mirë i kompleksit të vitaminave B. Ekspertët konfirmojnë se gjiza është një burim shumë i shkëlqyer i vitaminave të grupit B, të cilat ndihmojnë edhe në shëndetin e zemrës, të mëlçisë, tretjen, në funksionet e metabolizmit dhe sjellin gjithashtu rezultate të kënaqshme në çdo aspekt. Gjiza është një burim shumë i mirë i probiotikëve. Gjiza është e pasur me probiotik, një burim i pasur i mirë për stomakun. Të njëjtën gjë e gjejmë edhe tek osi. Në këtë mënyrë është një ushqim i shkëlqyer për njerëzit që vuajnë nga problemet e tretjes. Këto vlera janë të mëdha tek produktet që bëhen në shtëpi ose nga ferma të besuara. Profili i saj ushqimor është i pasur në varësi të llojit të qumshtit dhe kripës që përdoret. Një sasi prej 226 gram gjizë të prodhuar nga qumshti me pak yndyrë mund të ofrojë 163 kalori, 28 gram protein, 6.1 gram karbohidrate, 2.3 gram yndyrë, 30% të dozës rekomanduar ditore të fosforit, 30% të sodiumit, 29% të seleniumit e të tjera. Ndaj mos nguroni ta konsumoni me moderi për të marrë kështu edhe përfitimet e saj unike në dobi të shëndetit tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.